përveç pretendimeve të pa verifikuara të zotit Selimi në intervistën e ZPS-s lidhur me komunikatën 59, diskrediton më tej ato çfarë ka thënë zoti Selimi në intervistën për ZPS-n. Zoti tha që nuk ishte i përfshirë në përgatitjen dhe shpërndarjen e komunikatave dhe deklaratave politike. Ne si mbrojtje ju tham javën e shkuar që ZPS-ja nuk ka asnjë pikë prove që zoti tha që ka lidhje me autorizimin e komunikatave ose deklaratave politike, përveç pretendimeve të pa verifikuara të zotit Selimi në intervistën e ZPS-s lidhur me komunikatën 59, të cilat nuk janë të besueshme për arsye të cilët ja kemi parashtruar dhe më parë. Në fakt, ZPS-ja nuk ka asnjë provë tjetër që tregon që zoti Thaçi është i përfshirë në përgatitjen e komunikatave, diskrediton më tej ato çfarë ka thënë zoti Selimi në intervistën për ZPS-n lidhur me komunikatën 59. Ne ju tham javën e shkuar që ZPS-ja nuk ka madje asnjë provë tjetër, por nuk është mbështetur në asnjë lloj reference të dorës së dytë që është paraqitur një libër ose në një manuskript të pabotuar ose në intervista të tjera të gazetave në atë kohë. Kështu që ju mund të mbërrini në përfundimin që interpretimi i arsyeshëm i provave është që zoti Thaçi nuk ishte i përfshirë në përgatitjen dhe shpërndarjen e komunikatave dhe deklaratave politike. Ne kemi parashtruar gjithashtu që nuk ka provë të lidhjes kohore ose gjeografike me asnjë komunikat dhe krimet të ngritura në akt akuz. Në fakt ishte mbreslënse që ZPS-ja përsëri në kundër argumentet e veta nuk mundi që të shpjegonte me fjalë të thjeshta provat në të cilët ajo mbështetet për të vërtetuar lidhjen. Çfarë lidhje ka zoti Thaçi dhe komunikatat? Ne ende nuk e dimë se çfarë lidhje qëndron midis këtyre të dyave. Në cilën prej deklaratave publike të zotit Thaçi dhe cila prej tyre ka kontribuar për krimet e ngritura në akt akuz. Edhe sot kësaj dite në këtë moment ne nuk e dimë përgjigjen e kësaj pyetje. Në vend që ta jepte përgjigje, prokuroria na dha disa citime të numrave të provave materiale. Dhe këtë prokuroria nuk e bëri se s'kishte kohë, po ishte qëllimshme. Në vend që të lexonte dëshmit, ZPS-ja zgjodhi që t'ju jepte një listë provash materiale ku ju duhet që të nxirrni informacionin dhe pastaj ta lidhni atë me njëri tjetrin. Prokurorët kanë vetëm dëshmi tynaja dhe ajo çfarë bën prokurorët është që shpenzuan vetëm disa minuta duke lexuar provat përpara gjykatës. Një shembull i famshëm i kësaj praktike është gjykimi i Radovan Karaxhixhit, ku prokuroria vërtetoi synimin kriminal të Karaxhixhit duke cituar Karaxhixhin që jepte një fjalim përpara parlamentit bosnjak që i referoi pavarësisë së Bosnjës si autostradë ferri që do të rrezikonte zhdukjen e muslimanëve. A mund të imagjinoni prokurorin atë çështje që të ngrihej në këmbë dhe në dokumentet dhe në parashtrimet përfundimtare në vend që të vërtetonte synimin kriminal të Karaxhixhit duke lexuar fjalimet e bëra përpara parlamentit serb, në vend të kësaj prokurori të kishte dhënë një listë të numrave të provave, një gjë e tillë nuk do të shëndodhur kurrë me atë prokurori. Pyetja që bëj unë është kjo: pse e bën prokuroria këtë gjë në këtë çështje gjyqësore? Arsyeja është që ZPS-ja nuk ka prova për të mbështetur argumentin e vet. Thelbi i dokumenteve është kaq i dobët sa që edhe po t'i referojnë këtyre dokumenteve, ZPS-ja do ta bëjë edhe më të dobët argumentin e vet.